Kapiteni i Vllaznisë Bekim Bale dhe drejtori sportiv Joresin Sinani dolën në konferencën për mediat në prag të ndeshjes në Flamurtarin. Bale kërkoi nga tifozët që të jeni pranë skuadrës në këto momente. Ai u shpreh se Vllaznia nuk shpat kampion me 10 javë, kampionati është i gjatë dhe ngutemi të krijojmë kriza. Duhet jemi optimist gjithë dhe në këto momente duhet jemi pranë skuadrës. Mendoj që Shkodra ka shumë tifozë që dojnë Vllaznin edhe në këtë moment duhet të tregojnë që janë mbështetje të skuadrës dhe janë aty kur skuadra është në vështirësi, të gjenden pranë. Gjithë ambienti sportiv i Shkodrës mendoj duke nisë edhe nga gazetarët, pasi kohët e fundit realisht kanë pasur një frym deri diku jo duhun ose që Shkodrës dhe Vllaznisë nuk i shkon për shtat apo nuk e favorizon për momentin që është. Kështu që pa përjashtim gjithë besoj që duhet jenë aty, sa herë Vllaznia ka nevojë dhe ka vështirësi që ta mbështesin. Në këtë moment në Shkodër shtohen si specialistat e futbollit, si analistat e futbollit dhe sigurisht që reflekton një frym jo pozitive. Mendoj që hallet dhe problemet tona duhet i marrim këtu dhe duhet jemi afër njëri tjetrit në këto momente që zgjidhjen ta gjejmë dhe t'i shërbejnë skuadrës për vazhdimsinë dhe jo deri diku ta zhysim apo të ngutemi ta çojmë Vllaznin në krizë, ndoshta duke edhe mos qenë një situatë që ka qenë për krizë, pasi krizën po ndigjojmë prej shumë javësh, në kohë që Vllaznia me Elbasanin luajti për vendin e parë. Krizën e ndigjojmë prej javësh, një javë përpara Vllaznia ishte barazim pikësh me Dinamon dhe në gjithë vendin apo në gjithë mediat flitet që Dinamo është për kampion dhe Vllaznia është në krizë. Prandaj duhet jemi më të kujdesshëm mendoj në këtë moment dhe të suportin ndaj skuadrës ta tregojmë akoma më shumë. Si në media, si në rrjetet sociale, pasi ka shumë që punojnë, ka shumë që punën e nisin kur Vllaznia është në krizë dhe në siklet. Por besoj reflektimi duhet jenë në shkallët e stadiumit, aty do të vinë tifozët dhe tregojmë mbështetjen për skuadrën. Vllaznia nuk shfallet dot kampion me 10 javë, me 5 javë apo me 15 javë. Kampionati është i gjatë, duhen marrë neshit një nga një. Besoj që me 2 fitore prap Vllaznia është aty ku duam gjithë, prap pretendente. Kështu që ngutemi të krijojmë situata apo kriza apo probleme nga më të ndryshme që në fund nuk i shërbejnë as pak skuadrës apo interesat të Vllaznisë. Edhe drejtori i Joresin Sinani kërkoi mbështetjen e tifozërisë. Sinani theksoi se nuk kemi se të krijojmë alarme të rreme dhe asnjë ekip nuk del kampion dhjetor. Nuk besoj se ka asnjë problem. Bekimi e theksoi, unë po theksoj, nuk kanë nevojë për mbështetjen e gjithë secilit dhe sidomos shkodranëve, nuk kanë nevojë me bë alarm, krizet dhe alarmet të rreme, pasi unë besoj që përveç një 4-5 javësh që ka kaluar skuadra ndoshta jo të mirë që edhe jena të vetëdijshëm gjithë. Kena një ekip shumë të mirë dhe fundit asnjë ekip nuk del kampion dhjetor. Flitet për probleme, flitet për kriza, por reale nuk është asnjë. Asnjë nuk ka laku probleme e kriza kur kena kanë vend parë dhe fillojnë me 2-3 rezultate negative, fillojnë me dhe na dalin problemet që si janë. Unë du që skuadra me në e qetë, me punu, me mëll vitin me një fitore, dhe du t'jena të knaqën, pa ndajna analizat që se cilit du të bëhat, masit marrin në shefundit, du t'ullna bashkë me trajnerin, bashkë me lojtarët, du t'diskutojmë me presidentin, du t'diskutojmë që është bëha mirë, që nuk ka bëha mirë, ka vende me korrigju. E din që futbolli ka luhatje, këto luhatje që po kalojmë na jam i bindur që do të kalojnë gjithë ekipet tjera. Jam i bindur, kush mund t'i kalu, kush do t'i kalojnë. Asnjë skuadër nuk shkon me 36 javë kampionat kështu përpjet, se i bën tavanit po edhe thën kryqi, thonë, por gjithmonë do të ketë luhatje, por duhet të jenë luhatje sa më të buta, sa më të shkurta, si të them. Dhe unë jam i bindur që Vllaznia do të luftojnë për trofet e këtij sezoni deri në fund. Sfida Vllaznia Flamurtari për javën e 18 të kampionatit do të luhet të mërkurën në orën 16:30 në stadiumin Loro Buriqi.